botës, të gjitha ato shkatruan zgjedhjet dhe i shtruan në fars. Tani, ne jemi vota, ne jemi guximi, ne jemi forca, ne jemi fitoria. Kështu që i them frikacakut që merë zvar Adriatik Lapal protestues paqësor, civil, s'ke parë gjë akoma. Absolutisht s'ke parë gjë akoma. Sepse në qoftë se ti ke marrë shqiptar për frikacak, je gabuar shumë. Ke gabuar. Bollvo dhe më shtë thua shumë tonë. Miqtë e mi, to kohë keni në gjuhë vetëm për Lubin, po e di që është kopshti privati ti. Ajo Mirlinda e famshme. Mirlinda e famshme është një Lubin vetë vete, me një dallim nga Lubia. Se Lubia jo të gjitha i ka vjedh me ramen, kurse ajo të gjithë agjensinë e saj e ka kopshtin privat të Edi Rams. Aty janë dosjet. Bashanaku i ti ka vjedh me miljard, me 100 milion, me tendra. Aty janë dosjet që Linda, po jo Mirlinda, ajo Linda tjetër, Linda e ti, dikton të tendra. Linda Rama dikton të tendrat kush i fiton. Aty janë dosjet në të cilën biznismen janë grabitur mes Tiranës. Dhe kanë marrë dhenat. Aty janë dosjet ku ishte dhe drejtori saj u rëmbye dhe u mbajt në badrumet e Suelçens me zidoni gjallë. Të gjitha për të fshehur krimet e familjes Rama, krimet e Edi Rams, vjedhjet e Edi Rams. Nuk s'ton dot. Kam vurese këto kohët e fundit ke bërë udhime në gjirin persik, në botën arabe. Disa thonë se ke lobue për pozicionin tënd të tmerrshëm që ke kohët e fundit në vende tjera. Të tjerë thonë se e përpjekur për djetoj strehim politik. Po të them se dhe mëra pa djelit po shkove, llogari do japish për gjitha këto që ke bërë. Po, ndaj miqtë e mi, to dit, nga e hana gjerën të hanën tjetër, të bëjmë çdo gjë, të mbledhim dhe të takojmë çdo guximtar, edhe njerë, ju lutem, koha është e guximtarve, e burra dhe grave që guxojnë, që vendosin sa shikojnë, dhe u garantoj ju se fitoria jonë është e pashmangshme. Fitore, 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 rrëfsh ju, rrëfsh Shqipëria, faleminderit.